Blegtoria dhe bletoria vazhdojnë të mbeten ndër sektorët më të rëndësishëm të jetesës në zonën tonë, duke ruajtur traditën dhe lidhjen e ngushtë me natyrën. Në këtë periudhë, e cila paraqitet jo pak sfida për fermerët, zhvilluam një bisedë me blegtorin dhe bletorin Qerem Maxhurra për të mësuar më shumë rreth situatës aktuale. Sipas Qerem Maxhurrës, kushtet klimatike dhe rritja e kostove kanë ndikuar drejt për drejt në punën e përditshme. Mirëmbajtja e stallave dhe kujdesi për bletët krijojnë përkushtim të vazhdueshëm dhe shpenzimet më të mëdha. Megjithatë, ai thekson se puna nuk ndalet, pasi dashuria për këtë profesion dhe përgjegjësia ndaj natyrës e shtyen të vazhdojë çdo ditë me të njëjtin vullnet. Ai shpreh se bletaria po përballet gjithashtu me vështirësi për shkak të ndryshimeve të motit, të cilat ndikojnë në lulëzimin e bimëve dhe prodhimin e mjaltit. Pavarësisht kësaj, Qeremi beson se me kujdes, durim dhe përvojë, cilësia e produkteve mund të ruhet dhe përmirësohet. Duhet kushtet më të para për bakti me majt, duhen kushtet, duhet shtalla, duhet domethënë edhe bari, sana për me ndihmua, duhet kallamoqi, lypet me pas edhe shtalla që me mojt barin, domethënë edhe magazina që me mojt barin, ai që do më marr për smarit me blegtori. Duhen kushte. Cilat janë ato sfida më të mëdha që përballen sot blegtorët në zonën tonë? Sfidat më të mëdha. Për zotin që duhet se cila gjatë duhet me pas kujdes se cilën puna, por duhet shkurt në se cilën gjatë duhet vetëm puna, apo nove dhe më thani gjitha i kërë në regull dhe kushtet janë kryesoret. A keni mbështetje nga shteti apo institucionet për blegtorët? Sa është e mjaftueshme ajo? Për blegtorët ka pas para 2 vjetëve të na kanë dhënë dikon kanë dhënë 20 euro për lopë, e s'di sa kanë dhënë për delen duket se kanë dhënë ka 5 euro. Po kurse për bletari na kanë dhënë, unë kam pas 400 lishta blet kam marrë dikon për blet, ka ra dikon ja 15 euro për koshere, dhe kam marrë ja 4-5.000 euro, ashtu më duket. Si ka qenë sezoni i fundit për prodhimin e mjaltit? A kanë ndikuar klima ndoshta? 2025 ka qenë një ndërsenet për 2019 dhe në 2025 ka qenë një ndërsenet më të mira për bletari. Ka qenë për një koshere, për një blet, ka qenë dikon mesetare, ka qenë 12 kg mjalt. Dhe më thanë, të na është mjalta kryesore kena shërbelen, pelimin, si i thonë, edhe mjaltën i kështenjet. Për një blet ka dhanë dikon një 12 kg. Ka qenë viti 2019, ka qenë një ndërsenet më të mira që ka mujtë me qenë, po tash të mbaret edhe për natyret, nuk ishte të pas mjaltë si dikur. Dhe më thonë, ishjek baktia, blektoria, kanë mujtë dele, kanë mujtë dhuj, kanë mujtë lopë në përmale, kanë pastrua, dhe më thonë edhe i kanë dhanë shnet ai pleh që ka plehnua pelimin natyren se cilin i ka dhanë prodhim të mirë. Por kurse tash edhe në kraj të na ishtë lanë blegtoria mazdoret, nuk ma kush bakti, ma dikush të rallë janë që mojnë ka i lopë. Dhe me thanë edhe pa bakti, pa bujësi, s'ka kur gja. Cilat janë ato lloje të mjaltit që prodhoni dhe cili kërkohet më shumë nga konsumatorët? Në kraj, kemi për shembull mjaltën kryesore, kemi mjaltën i shërbes pelimit edhe mjaltën i kështenjës. Në Shqipëri, ma tepër kërkojnë mjaltën i kështenjës, kurse të në Malzi kërkojnë ma tepër shërbes. Thonë se ka mjalta që ishte idhë, thonë që ka lule dohanit. Po nuk ishte vërtet. Lule dohanit nuk shkan bleta. Shkan bleta, po edhe në kjofë që shkan dhe me thanë, nuk ko diçka që ne prodhim lulja e dohanit. Sa rëndësishme është bletaria për mjedisin dhe bujqësin në përgjithësi? Bletaria, dhe me thanë, kam lexua, bletaria është shumë e shnetshme për natyren. Sidomos për pemtari, se cilen lule që ka natyra, bleta, dhe me thanë, ja merë polenin i nep për me dhana ja bim. Dhe me thanë, unë kam nije, kam lexua që 4 vjetë, mas me egzistua bleta, mas me pas nuk ka mo jetë për para. Dhe me thanë, ish fundi dërnjas, fundi jetës. Si mund të dallojmë mjaltin natyral nga i artificial?
Secili mjalë dhe me thanë ta kenat parasysh, s'ka mjalë që nuk kristalizohet. Po duhet mjalë ta mu kristalizohet pi fundit dhe me kene njajt, mu trashua. Ja me pas dalim, dhe me thanë mu dalua, kristalizohet gjysa, nuk kristalizohet përsi, dhe me thanë aja nuk ishtë mjalë originale. A një mjalë që kristalizohet pi fillimit dhe rinal, atë ke mjalë naturale 100%. Edhe normal, analiza ishtë numër 1. Ju si veproni me mjalë, ti bëni analizat dhe i shihni? Mua më ka bo shteti 3 herë analizën bashkë në pijacë të Ulqinit. Më ka bo 3 herë dhe më ka dalë një ndër mjalësat ma të regla që muj me kjenë në treg të Ulqinit. Si ja arrini këtë gjë? Dhe më thanë me punë, nuk ka tjetër, dhe më thanë mjalëta, kur e vetë të katin i mjalës, dhe më thanë e vetë pastet, pa kur gja, aja më ledhë vetëm atë mjalë që ka ishtë natyrat pastet. A ka interes nga tregu lokal për produkte vendore, si mjalti dhe produktet blektorale? Shumë kërkohen, sidomos tash kohët i fundit, unë që kam treg, që vinë mas tepër kam pas pirusie që kanë arë me kërkohet gjana bio. Kanë marë mjaltin, kanë marë djathin që kërkohen që kam dashoj shok pi Podgoricet, pi Shqipnijet, pi Kosovët që janë, krejt kërkojnë gjana djath bio, tamel bio, mjalt bio, vaj bio. Dhe më thonë, gjoja kryesore që ka muj me kenë bio, dhe më thonë katuni që punan, që ka prodhimet e veta, që ban me prodhimet dhe vendit, nuk ka gjamat mirë dhe se cila që prodhohet në vend tonë, e ke, sidomos në rrethinat tona, e ke bio. Si mendoni ju që merreni me blektori, e shihni që njerëzit kanë interesim dhe i preferojnë produktet vendore dhe bio? Shumë. Unë kam një shok që ma ka dikon një 120-30 dhej, e shet litrën e tamnit vini ja marrin shpi, po e qanë adhaj, sigurisht që e ku tregun, ma tepër e ku tregun ka budvja ka kotori, e shet 1 kile djathin 12 euro, kile një djathit, dhij se kam fjale. Dhe më thanë, e përzien edhe me të lopës, dhe më thanë, shet ka 10 euro. Dhe më nuk muj me mërit, nuk muj me prodhues, aq shumë ka shitje. Sa është e vështirë të shesësh produkte bujqësore në tregun e sotëm? Sidomos tash për tash, nuk është problem gjana çka ki bio, djathin, tamlin, nuk është problem shitja e prodhimit. Sidomos të katunit. Si e shihni të ardhmen e brezit të ri në blektori? Ka një interesim si do të jetë në vazhdimsi? Katunet pak janë të i dashtrit. Ma tepër duhen qytetin, ma normalisht edhe jeta ma akallaj. Po për shnet, mas mirë preferoj katunen. I ki gjanat bio, i ki kushtet ma të mira, ki jetë ajrin ma të mirë, dhe më thanë, nuk ko vend ma të mirë se kja pjesa jonë, si ana malit, si kraja, ki detin, ki liqenin, ki malin, ki lumin. Kësi natyret nuk ka bota, po të rrit duen me jetu ma kalaj, me punua në vend vetë, në katunet tona, si ana malit, si Ulqini, si kraja, jetohet edhe përparohet ma mirë se në Gjermanije, ma mirë se në Amerikë, ma mirë se në përqytete. Por e shlan puna mazdoret. Në qoftë që punohet një njeri që mirët me blektori, veç më marë me blektori, ose me bujqësi, ose me bletari, jeton ma mirë se në Gjermanije, ma mirë se në Amerikë, dhe më thanë, me punë mund është me bo çka të duesh, edhe i në vend vetë, edhe i me njerëz vetë, edhe ki gjuhën i tane dë vetën. S'ko gjë ma mirë se vendi vetë. Në përfundim, Qerem Maxhura thekson se blektoria dhe bletoria kanë nevojë për më shumë mbështetje dhe vlerësim, pasi janë jo vetëm burim jetese, por edhe pjesë e rëndësishme e trashëgimisë dhe identitetit ton rural. Me punë të ndershme dhe shpresë për ditë më të mira, fermerët vazhdojnë të mbajnë gjallë këtë traditë brez pas brezi.